Liverpooli, që ka dalë nga objektivi titull në Premier League, me kohë, që ky është për mua dështimi kryesor i një ekipi kampion që vjen si kampion. Duhet të flasi Ari që e kapin kopën, ç'është kjo? A mund të bëj surprizë në Champions League? Në Champions League? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj se tash na u rikthye edhe Salah sot ishte titullar apo jo, Rike? Po. Tash do ndryshojnë lojën, Isak nuk është. Ekitike është, mua më pëlqen, po jo për 97 milion sa e blen ata. Në fushë është ajo që është, kanë rinovim me fushë, se tash kemi Virt që erdhi shkoi ke Liverpooli për 10, po tash po luan krap majt. Fushë është mbrojtja është që nuk e morën Guehi që duhet ta kishin marrë dhe do ishin çik përmirësim. Po unë po shoh që Frimpong që ka qenë i dëmtuar dhe Kerkesh kanë filluar ta përmirësojnë, ti përmirësojnë paraqitjet. Po nuk e marr për bazë, të marrin për bazë Marseille-n, më shumë kam kritika për legjendën e Zerbi, që na thoshte si ka mundësi që ju çuditet që PSG-ja fitoi 5-0 me Interin, se ju nuk e shihni çfarë bëhet në Ligue 1, që është super futboll dhe super lojë. Ja ku e ke.